A e ki pse do lojtore ma të mirë në botë e lëshojnë karrierën kulmin e tëne? Jo për mungesës talentit, po për lodhës mendore që e kanë. Jam zgjodh, du me pushu, du mu qu vetë. Botën e e-sports, presioni është brutal, kejt e dim. Orë të gjata practice, udhëtimet vazhdueshme dhe turne njëri pas tjetrit kanë bo që shumë mjë si Device, Glaive, Dupri, Olaf Meister e madje edhe Tenzin Valorant flasin hapër për burnoutin e tëne edhe akthin mendor që e kanë. Një lojtar profesionist zakonisht kalon 8 deri në 12 orë në ditë duke u stërvitur, shpesh pa pushime. Disa organizata ndoja si Astralis dhe Team Vitality kanë pas gjithmonë psikolog sportiv për me inimu lojtarët me menaxhu stresin e tëne. E në disa raste, lojtarët si Device kanë marrë pauza disa mujore për shëndetin mendor, ndërsa të tjerë kanë zgjedhur mu pensionu shumë herët se s'kan mujt mu, edhe pse unë konë top form. Në parapaskenat e kompanijet ndoja në e-sports po përballën me pyetjen e madhe. A vlen ky sukses i madh i lojtarëve kur po hupet shëndeti mendor? E me një industri që përritet me miliona dollar çdo vit, do shta është koha që fitoria mos mu madhvish me trofeje pare, po edhe mja u këshy shëndetin mendor ka pak. A mendoni se ekipet e mdha do të mi kufizu orë të praktikës edhe me pas ma shumë pushim për lojtar? Komento poshtë edhe mos haro me bu follow Urban FM Kate platformat, po ashtu edhe subscribe në YouTube.